Sheshi përpara bashkisë Shkodër u mbush me atmosferë festive dhe motive kuqezi në edicionin e 18 të Lojra Popullore Fest. Një aktivitet tradicional në kuadër të veprimtarive të qendrës social-kulturore Artin e Dua, që erdhi në ditën botërore të turizmit duke bashkuar trevat shqipfolse përmes muzikës, lojrave dhe motiveve që mbajnë gjallë trashëgimin tonë ndërbreza. Dhëdor në bashkëpunim me mbështetjen e bashkisë dhe të qarkut të Shkodrës realizuan në kuadër të kësaj dite një sër aktivitetesh. Ky edicion do të marrë mend gjatë për vetë larmin e trupave e programit. Do thosha që do marrë gjatë për faktin që ne kemi 3 ditë që organizojmë Lojra Popullore, kemi dalë nga Shkodra. Shkodra meriton shumë, normalisht edhe jep shumë, por fillume në Vaun e Des, në Hajmel, pastaj shkume në qytetin e Kuplikut, kjo është nata e tretë. 3 net këngë, valle, Lojra Popullore, folklor, kostumografi, traditë. Nëpërmjet një organizimi të tillë, promovohet Shkodra dhe potenciali i saj turistik, ndërsa 120 pjesëmarrësit e mëxhër për publikun sollën emocione në një mbrëmje të mbushur me motive kuqezi. Më vjen mirë që në çdo vit ky festival ka shikueshmëri, ka rritje. Këtë vit do ta vlerësoja edhe si një risi që solli, mbasi përveç qytetit Shkodrës atë e pam të çvendoset edhe në Koplik apo në Vaut Dejës, në Hajmel, e kjo tregon që sa më shumë këto festivalet futen në komunitete të ndryshme aq më mirë, sepse në fundit janë vlera të rëndësishme të trashëgimisë tonë kombëtare. Besoj që grupi ka treguar një gatishmëri, një disiplinë të jashtëzakonshme dhe ka përballuar atë që themi ne panikun apo frikën se dalim me një qytet të kulturës shqiptare. Besoj që ky çmim do t'jap motivacion edhe të rive që vijnë pas, gjeneratat e reja që na vijnë. Është hera e dytë që marrin një pas një vendin e parë kupën e festivalit. Lojra Popullore Fest është tashmë një traditë dhëdor që synon të sjellë më pranë komunitetet shqipfolse dhe të përcjellë vlerat e tyre tek brezi i ri, duke e kthyer Shkodrën në një pikë takim të rëndësishëm të kulturës shqiptare.